pyetja ishte nuk po muj me bë shumë adhurime, se po lodhna tu e boj iftarin dhe syfirin, a kam sevap për këtë punë. Dëgjoni mirë, pyetja ishte shumë e thjeshtë. A është ibadet seksi apo namazi? Dhe është mirë shumë, kjo është shaj shumë i mirë, që anë kohën motrat tona se nuk pa kanë kohë me boj ibadet. Ibadet është seksi, kuptohet, tash janë dilloj sekse, se ka një seks që i shërben shejtonit, po ka një seks që i shërben Zotit vërtet, Ilahit. Se ne jemi khalife e zavendësojmë një gjenerat që ka qenë para nesh. Apo më kuptoni? Dhe më thonë, seksi është ibadet. Dërsa këtu motrat e sodit ibadet bojnë ma shumë, dhe din rëndësinë e adhurimit ibadetit, për ata dhe prokopohen me këtë çështje dhe mërziten, brëngosen kur nuk arrin të bëjnë ibadet, si që kanë qef ato. Është shërbes, se me seks i shërben dikujt, ose i shërben Zotit vërtet, Ilahit, ose i shërben shejtanit. Qëse e thjesht? Logjikisht është shumë e thjesht.